mëso të keni ditur gabim, janë në cilën pjesë të trupit bëhet matja më e saktë e temperaturës. Në cilën pjesë të trupit bëhet matja më e saktë e temperaturës? Sipas ekspertëve të shëndetit për Wall Street Journal, balli, goja, anusi, veshët dhe sqetullat janë zonat më të mira të trupit që qëndrojnë të sakta në nivelin e temperaturës. Sidoqoftë, termometri me rreze infra të kuqe funksionon vetëm për ballin dhe për veshët. Nëse ju përdorni termometër digjital, matja më e saktë bëhet nëpërmjet anusit dhe gojës, mjafton që ai të mbahet për mbi 30 sekonda. Në sqetull, termometri duhet të mbahet deri në 5 minuta. Veshët mund të jenë sfidues për mbajtjen e temperaturës për shkak të dyllit. Nëse në shtëpinë tuaj përdorni termometra të ndryshëm që përdoren nga anusi dhe nga goja, është mirë që të mos i ngatroni dhe t'i përdorni për arsye higjienike.